këtë pikë? Mendoj që jemi në momentin më të mirë, kemi më shumë eksperiencë si kombëtare, kemi më shumë eksperiencë individuale në arenën ndërkombëtare, dhe mendoj që do na shërbejnë në ndeshjen e sotme. Janë ndeshje që të vinë pothuajse një herë në jetë, kështu që mendoj që është ndeshje historike për kombëtarën tonë, as në një moment më përpara nuk kemi qenë këtu ku jemi sot, dhe mendoj që dhe me besimin dhe me grupin që kemi, besoj që mund t'ja dalim. Ka diçka ekstra që zgjidh të ndeshjen ndryshe nga ato të kaluara, sepse në fazën eliminatore, ti ke edhe kohë të vetë korrigjohesh në rast se humb një takim në ato ndeshjet e para, le të themi. Por kjo e sotmja është një ndeshje që gabimi të kushton skualifikimin automatikisht. Ka një lloj xholi qoftë në moslojtar, por në filozofi kjo e sotmja? Normalisht tensioni dhe presioni është prezent, kështu që mos. Por mendoj që i kemi gjithë pekurin dhe eksperiencën tani. Me është një ndeshje e rëndësishme, ku përqendrimi duhet të jetë i jashtëzakonshëm, çdo gabim kushton dhe nuk mund ta rikuperosh më mbrapa. Ne duhet të bëjmë një ndeshje perfekte që të mbijetojmë dhe të kalojmë një hap më tutje drejt ëndrrës që është botëror. Nga non besimi, Deliadhisi. Besimi